dhe shëgjetari. Shëgjetari vetë, po e them në këtë mënyrë, ka nevojë në këto momente që të fokusohet tek vetja e tij. Është një nevojë shumë e domosdoshme të themi që të kujdeset për veten e tij, jo vetëm për shëndetin fizik, po them edhe për shëndetin mendor. Në qoftë se keni kohë që nuk kujdeseni ose që nuk i lejoni vetes tuaj që të shplodheni, është pikërisht momenti ku duhet të lejoni vetes tuaj që të shplodheni, të kaloni kohë me veten tuaj, ndoshta të shkruani ditar etj. Bëni edhe trajtime në lidhje me fytyrën, në lidhje me flokët, në lidhje me trupin etj. Në qoftë se nuk keni një rregull në mënyrë se si ushqeheni, pra hani pa limit ose hani gjëra të pashëndetshme, në këto momente do t'ju këshilloj që të fokusohesh pikërisht tek këto, që të përzini gjërat që janë të shëndetshme. Problematikat që mund të dalin janë në përgjithësi nga partneritetet ose nga nevoja e stërmadhe që mund të ketë persona që të jenë patjetër në një lidhje, sepse mund ta manipulojnë veten e tyre dhe të përzjedhin njerëz negativ. Ose mund të manipulojnë nga partneri i tyre për të bëjnë gjëra të cilat ata nuk dëshirojnë ose që nuk munden t'i bëjnë në këto momente, sepse fokusimi i tyre duhet të jetë pikërisht tek vetja e tyre, që të shplodhen, që të mund të ritakohen ose të pajtohen me veten e tyre. Për këtë arsye, përshenja shëgjetarit është një moment shumë i rëndësishëm dhe çelës, do të them, për vazhdim, për të pasur një jetë më të shëndetshme, pra edhe nga ana psikologjike. Zhvillimi më i madh, në qoftë se i bën këto, pra nëse zgjedhin veten e tyre, nëse zgjedhin veten e tyre, shpërblimi më i madh do të jetë në anën e tyre ekonomike. Do të kemi një përmirësim të dukshëm në këtë pikë, sepse do të kemi një vlerësim më të madh edhe nga ata, por edhe nga eprorët e tyre. Ku do të them, do të kemi edhe një rritje shumë të madhe edhe në efikasitetin se si ata bëjnë punën, automatikisht mund të kemi edhe një rritje në karrierë. Do të këshilloj të rregullonim ambientin ku jetonim përveç vetes tonë, pra të fokusojmë tek vetja tonë, të fokusoheshim edhe tek ambienti ku jetojmë, që nëse kemi diçka që ka kohë që është e prishur, mundësisht ta hedhim. Nëse ka diçka që kemi shumë gjëra, pra të spastrojmë ambientin, do të na bënte vërtet shumë mirë për shenjën e shëgjetarit, sepse është periudha ku duhet të mbajmë vetëm gjërat që janë të vlefshme. Nëse e kemi shumë rrëmuj shtëpinë, automatikisht dhe jeta jonë do të jetë rrëmuj, dhe për shenjën e shëgjetarit kjo është ajo çfarë do të zmadhohet edhe më tepër, se çfarë duhet të përzjedhin se çfarë do mbajnë jetën e tyre. Pra duke qenë se mendet do të jetë shumë e ngarkuar, dhe nëse është e ngarkuar dhe shtëpia, do ta kenë shumë të vështirë që të përzjedhin atë çfarë është e duhur dhe e shëndetshme për jetën e tyre. Okej.